Jo, konsensuali. Jo, konsensuali të dyja palëve se... Po çdo problemi. E kemi pas rregull jam për shpjegimi se kjo është mentaliteti i partisë pushtet. Po çush unë e kuptoj konsensusin. Unë po them sipas pikpamjes ti, ai ka vendosur numrin e deputetëve kriter. A e të kuptu? Kem të tutët, më zështë në një miniti, a ba shpjegim? Jo, Albini e ka pru një paradigmë qetër të qeverisës edhe herën e kalu me blokadën që e mbajti, e mbante për shkak të numrave. Numrat si keni. Zoti Mustafa, një shembull, një model... Betejën ta kishni bon herën e kalume, se keni pas fuqi, keni mujt me kushtzu për me bo qeverisjen. Qeverin, për me bo parlamentin. Po taj se keni. E përmende që kush është emri konsensual. Mund të shkojmë edhe vitin 2019, 25%, 26%. I keni nda bashkë, po 25% është nuk ka 50%. Do më thonë, Albin Kurti e ka eklipsu edhe 25% në ju të LDK-s 2019 dhe sot i ka 50%. A po thot unë ju ku marr juve krejt, ju shakini me si donin disa pozita pa e jap, rrini për presidentin, Glauku është konsensual për krejt neve, edhe ju e doni edhe na e doni. Çu shpomëna ka eklipsu LDK-n se dispo të kuptoj. Po, në përqindjen e votave. Në qoftë se Albin Kurti sot i ka 50%. Po. E ju keni pas 25-26. Jo, ne kemi pas 50% dikur, sipas logjikës. Po, ja ka marrë edhe çat 25 në LDK-s, apo kupton? Po, edhe Albin Kurti dikur i ka pas 10%, 12%, tash i ka 50%, nesër i ka 10%, nuk i dihet. Për pikën që sot, votat që i ka Albini në zgjedhjet e vitit 2007, klasike politike i takojnë qytetëria. Mirë po, na në këtë studio. I takojnë qytetëria. Kjo është me logjikën e legitimitetit të deputetit sipas Albin Kurtit, jemi qartë. A thash filloj me përmenda këtë? Sipas Albin Kurtit. Po, na këtu. Po pëlqen që shpjegon mendimin, kjo është na pesgjeroj. Për analizë fenomenit ta, s'ka rëndësi. Elementin kryesor. Do vetë po thu i ka 50%, e ka gjysmën e elektoratit, jo 100% elektoratit, a kupton? Dhe për këtë s'po flasim për pozicione, për pozita, pra i ka ky... Unë e kuptoj, domethënë qasjen politikën e fajsimit e përdori këtë term kryetari juaj, domethënë tash ta kemi hyrë në fazën e politikave fajsimit. Këtë e ka specialitet Albin Kurti. Jo, e përmendi si term, si nocione dëgjova për herë parë. Edhe sonte këtu po flasim, jo ky ka faj, jo ai ka faj, ende po flasim të temë. Kur e kemi në pushtet, atë person që ti vetë po thu që i ka 50% i vetëm. Politika fajsimit. Gjithë kanë ka pak faj, nuk kanë gjithë faj. Ai person që i ka sot pushtetin ka faj. Diskursi politikës fajsimit